Ministri i Infrastrukturës dhe Energjisë, Enea Karakaçi, ishte i pranishëm në tryezën për energjinë ku u diskutua për ndryshimet ligjore për parafrimin e ligjit të sektorit me BE-n. Gjatë fjalës së tij, ministri u shpreh se kjo nisëm përfaqëson një nga elementet kryesore të reformës së sektorit dhe do të sjellë një riformatim të modelit të tregut të energjisë elektrike. Një vijim të procesit të rëndësishëm të hartimit dhe draftimit të ligjit të ri të sektorit energjisë elektrike. Kjo nismë përfaqëson një nga elementet kryesore të reformës të sektorit energjisë elektrike. Ky procesi i hartimit të ligjit të ri të sektorit, që në fakt ju e shikoni këtu në termin për disa shtesa dhe ndryshime, por besoj që për shkak të volumit të madh të ndryshimeve, patjetër do vi si një nismë re ligjore. Vjen në kuadër të parafrimit të legjislacionit kombëtar me të drejtën e Bashkimit Evropian dhe përmbushjen e detyrimeve tona në kuadër të kapitullit 15 të Bashkimit Evropian të energjisë. Ky ligj sjell një riformatim të modelit të tregut të energjisë elektrike. Sot tregut janë shtuar burime të reja energjie, janë shtuar burime kryesisht fotovoltaike, që përbën rreth 10% të prodhimit të brendshëm të energjisë elektrike. Janë shtuar konsumatorët aktiv, kemi rreth 400 mega vetë prodhues, kemi dhe instrumente të reja që deri para pak vitesh nuk as që mendoheshin, siç është krijimi dhe themelimi dhe funksionimi i Alpexit. Një ndër shtyllat kryesore të këtij ligji, sipas ministrit, është fuqizimi i konsumatorit. Për herë të parë, konsumatori vendoset në qendër të sistemit energjetik. Karakaçi u shpreh se konsumatori nuk është vetëm një përfitues shërbimi, por mund të jetë edhe prodhues.